Gjykata kushtetuese ka rrëzuar skemën e Edi Ramës për shtimin e numrit të komisioneve parlamentare. Në shtator të vitit të kaluar, PS vendosi të shtojë numrin e komisioneve parlamentare nga 8 në 11, teksa edhe disa prej komisioneve të vjetra u ridimensionuan, por PD-ja ankimoi ndryshimin e rregullores në kushtetuese. Sipas saj, rregullorja e kuvendit u ndryshua në 2 mbledhje të parlamentit, të cilat u zhvilluan brenda së njëjtës ditë, ndërkohë që kushtetuta parashikon se një ligj, edhe kur futet me procedurë të përshpejtuar, nuk mund të miratohet pa kaluar 7 ditë. Sipas PD-s, miratimi brenda një kohe kaq të shkurtër i ndryshimeve në rregullore cënon të drejtën e deputetëve të opozitës për të njohur me ndryshimet, si edhe për të propozuar amendamente. Kushtetuesja duket se i ka dhënë të drejtë PD-s në këtë aspekt. Sipas gjykatës kushtetuese, procedura ka qenë antikushtetuese dhe nevojitet rregullohet. Ajo i ka dhënë 30 ditë kohë kuvendit të rikthejë komisionet siç ishin. Mirë po, si gjithmonë, edhe këtë herë Partia Socialiste e ka sfiduar këtë vendimmarrje. Numri i komisioneve nuk ndryshon. Kështu bën të qartë Partia Socialiste në reagimin menjëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Nuk gjej dot asnjë lidhje mes së drejtës së kuvendit për organizimin e punës së vet në komisionet përhershme dhe vendimit të sotëm të gjykatës kushtetuese. Pres me shumë kuriozitet vendimin e plot për të kuptuar dhe atë çështjen e së drejtës së shprehjes, kur është fakt se deputetët kanë votuar dhe e kanë shprehur vullnetin qartazi me votë. Megjithatë, mendoj se kuvendi i Shqipërisë duhet ta vazhdojë punën e tij me ndarjen aktuale të komisioneve, të cilat do duhet të rimiratohen bashkë me ndryshime të tjera që siç njoftova në fillim të sesionit do t'i depozitojmë në ditët në vijim, shpreh Tauland Balla.